Instruktori hidhet nga avioni gjatë fluturimit në Argentinë, studenten 22 vjeçare lë ta zbresë e vetme. Një ngjarje tragjike është shënuar në Argentinë ku një pilot u hodh nga dera e një avioni ndërsa ishte në lëvizje, duke humbur jetën në vend dhe duke lënë studenten që po trajnonte të kryente vetme uljen. Sipas një deklarate të prokurorit publik të vendit, instruktori i fluturimit Leonardo Andres Bertazo, 42 vjeç, u gjeti pa jetë pas incidentit që ndodhi në Toledo. Në bordin e avionit Cessna 150 ndodheshin Bertazo dhe një studente 22 vjeçare quajtur Rosario, raportoi agjencia TN e lidhur me CNN. Sipas dëshmisë së studentes, pak para se të hidhej, Bertazo tha: "E di çfarë duhet të bësh, tani vazhdo vetë." Më pas, ai hoqi kufjet dhe ripin e sigurimit, hapi derën dhe u hodh nga avioni. Eduardo Alvarez, drejtori i shkollës së fluturimit Flying Parrot Cordoba, ku Bertazo punonte, deklaroi për TN se nuk ishte pasur asnjë shenjë që piloti po mendonte të hidhej nga aeroplani. Alvarez tha gjithashtu se më herët gjatë kësaj dite Bertazo kishte fluturuar edhe me një tjetër student. Ai e mori këtë vendim tragjik në bordin një avioni me një person tjetër në krah, thaj: "Është e pamundur ta mendosh ose ta kuptosh, por mendja njerëzore është kaq komplekse." Pavarësisht se ndodhej në shok të plot, studentja 22 vjeçare arriti ta ulte aeroplanin në mënyrë të sigurt.